Në moshën 31 vjeçare, në një periudhë kur sapo kishte përjetuar gëzimin më të madh të jetës, ardhjen në jetë të fëmijës së saj të dytë, Fiona Bashi u përball me një lajm që do ta trondiste çdo njeri, diagnozën me kancer gjiri. Por në vend që të dorëzohej, ajo zgjodhi të luftonte. Rrëfimi i saj prekës erdhi këtë tetor roz në kuadër të nismës Ta Tham në Shkodër. Unë e zbulova rastësisht, siç gjatë vetë kontrolleve jam përpjek me ba pothuajse gjithmonë, por ana psikologjike ka kanë ajo që besojmë ka dhënë edhe kur ajo me ecë përpara, por ana psikologjike nuk bëhet e vetme, bëhet mendimin e familjes që është shtylla bazë për me të i kalu këtë sfidë edhe miqve e gjithë njerëzve që janë bashku në lutje për me ecë përpara. Fiona zgjodhi që përmes këtij komunikimi të mos ndaj vetëm dhimbjen e betejës, por mbi të gjitha forcën për të ecur para dhe për të besuar se zbulimi në kohë mund të shpëtojë jetë. Kontrolli është çelësi kryesor që hap zgjidhjen e problemit. Nuk ka ma një moshë të caktuar. Kjo smundje vjen të troket nderë dhe hin mbrëm, nuk të pyet as sa vjeç je, as kush je, as pozicionin e punës që ti përfaqëson. Ajo vjen. Ajo që kena ne në dorë me bashkë me zbulu sa më parë jetë e mujtën. Lotët e një rrëfimi ndryshe të gruas dhe vajzës aktiviste të shoqërisë civile ishin të pashmangshme tek shumë prej të pranishmëve, por vetë Fiona zgjodhi të qëndrojë fort, siç ka bërë në këtë rrugtim të saj me sëmundjen. Frika është armiku i parë kryesor i kësaj smundje. Nëse smundja, çdo lloj smundje, por sidomos kjo smundje është e destinuar me ardh, frika nuk e zhduk, nuk është se e hek nga trupi, por absolutisht bëhet armik. Unë në asnjë moment nuk jam fokusu te frika. Unë jam fokusu vetëm tek forca. Pjesëmarrësit pas këtij rrëfimi plot mesazhe shprese u bën pjesë e pedalimit të roz nën moton çdo ditë vlen për jetën, në sheshin Parabashkisë, një simbol bashkimi dhe ndërgjegjësimi për të gjitha gratë e vajzat që luftojnë me këtë sëmundje.